Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha ka kujtuar në 100 vjetorin e lindjes kompozitorin e shquar Tish Daia, duke e cilësuar atë si një nga figurat më themelore dhe më ndikim plot në kulturë dhe muzikën shqiptare. Përmes një mesazhi përkujtimor, ministri ka vlerësuar kontributin e jashtëzakonshëm të Dais në ndërtimin dhe konsolidimin e artit muzikor kombëtar. Tish Daia ishte kompozitor, akademik, pedagog dhe krijues vizionar që vendosi gurthemelin në artin skenik dhe simfonik kombëtar. Ka shkruar ministri Gonxha duke theksuar rolin e tij të pazëvendësueshëm në historinë e muzikës shqiptare, me një krijimtari të pasur dhe shumë dimensionale që përfshin baletin e parë shqiptar, Halili dhe Hajria, opera, opereta, vepra simfonike, muzik filmi dhe muzik të lehtë. Tish Daia arriti të ndërtojë ura të forta mes folklorit burimor dhe shprehjes bashkëkohore artistike. Përmes këtij ndërthurje, ai dha muzikës shqiptare identitet, dinjitet dhe një përmas të qartë ndërkombëtare, duke e prezantuar denjësisht në skena të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Përveç veprimtarisë krijuese, Tish Daia ka qenë dhe drejtuesi i ansamblit shtetëror të këngëve dhe vallëve popullore, si dhe pedagog i përkushtuar që formoi breza të tërë artistësh. Kontributi i tij në edukimin muzikor është në ruajtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare dhe mbetet i çmuar dhe i pazëvendësueshëm. Në këtë përvjetor jubilar, përulemi me mirënjohje përpara veprës së tij madhështore, e cila vijon të frymëzoj, të edukoj dhe përfaqësoj Shqipërinë në dinjitet në skenat botërore, u shpreh kreu i Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, duke nënvizuar se trashëgimia e Tish Dais mbetet një pasuri kombëtare me vlera të qëndrueshme në kohë.